Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 32 vatra zjarri, nga të cilat 6 mbeten aktive dhe 4 janë në mbikëqyrje. Në operacionet e së premtes janë angazhuar 726 forca operacionale dhe 44 automjete zjarfikse, ndërsa forcat e armatosura kanë mbështetur operacionet me 270 efektiv, 5 automjete zjarfikse, 4 helikopter dhe 2 avion air tractor. Në Goja Ngjegjan të Pukës vjon operacioni i përforcuar me 190 forca në terren, 32 efektiv me 7 mjete zjarfikse, 13 punonjës të shërbimit pyjor, 60 punonjës të shërbimeve vendore, 45 vullnetar ose banor dhe 40 efektiv të forcave të armatosura. Në mbështetje janë një eskavator, një mjet zjarfikës dhe 2 helikopter të forcave të armatosura. Në ten të mirditës operacioni vijon dhe aktualisht nuk ka rrezik për banesat. Në Dukat vatra avion aktive, por me intensitet të ulët, ndërsa nuk rrezikohen banesat. Në malin e Dajtit një pjesë e vatrave është izoluar plotësisht, ndërsa vijon ndërhyrja në vatrat e mbetura me 30 efektiv të forcave të armatosura. Ndërkaq nuk raportohet për rrezik në zonat e banuara. Në përfshi të Klosit, pas vënies nën kontroll gjatë natës, janë reaktivizuar disa vatra për shkak të erës. Në operacionin e deritanishëm janë angazhuar 85 forca, përfshirë 30 efektiv të forcave të armatosura, si dhe mjete zjarfikse. Në shtuftë të mirditës vatra mbetet aktive dhe ndërhyrja avion aty ku e mundëson terreni, ndërsa pjesët e thepisura vështirësojnë përdorimin e mjeteve zjarfikse.